Përshëndetje gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim në lidhje me javën. Jemi në javën e Shën Valentinit. Është një javë ku do ketë takime fatale, është një javë ku do ketë ngrohtësi, do ketë butësi në njohjet që keni lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, do arrini një lloj transformimi. Gjithsesi unë do shoh tarotin për mos folur shumë në lidhje me këtë javë. Është një javë roz. Atëherë, unë kam marrë tarotin romantik këtu. Kam marrë edhe një tarot që është i përshtatshëm për këtë lloj leximi. Atëherë, do shohim se si do vi energjia. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Gjithsesi, ftoj edhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe. Dhe shohim energjinë që na vjen në lidhje me këtë lexim. Atëherë këtu kemi një person që merr një vendim. Ndoshta është edhe një person që nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj këtyre ditëve kaq të bukura dhe dëshiron që të përcjellë drejt jush një lloj komunikimi. Ose është një person që do të lejë përshtypje të fortë tek ju. Mund të jetë edhe një person që ndjen papritmas që ju jeni shumë të rëndësishëm në lidhje me këtë person. Gjithsesi, unë shoh mund të marrë një vendim për një takim së bashku, sepse dhe këtu bëhet fjalë edhe për persona që janë të distancuar, persona që janë që mund ta keni personin në një distancë të gjatë, ose edhe për gjithë ata që mund të jenë të shkëputur. Shoh që ky person merr një vendim të rëndësishëm për të risjellë diçka tek ju. Dhe këtu kemi që ky person dëshiron të ketë një takim me ju. Personi dëshiron për t'ju ftuar diku, dëshiron që ju t'ja kaloni bukur gjatë kësaj feste, por ndërkohë dëshiron edhe të festojë në lidhje me këtë takim që do ketë. Ndoshta ky person mund të ketë pas frikë edhe nga refuzimi, dhe këtu flasim për gjithë ata që mund të kenë pas edhe një shkëputje ose një distancim emocional ose një person në distancë. Ky person është duke imagjinuar ose në lidhje me disa argumenta të nxehta që mund të keni pasur në lidhje me njëri tjetrin, ose për momente të tilla që mund të keni kaluar, dhe ky person i vjen turp ndoshta t'ju shikojë në sy. Për t'ju thënë diçka të rëndësishme. Është diçka që ky person po qartësohet në lidhje me ju. Ndoshta ka bërë hapat e gabuara, por është merr një vendim që t'ju ftojë për të qenë së bashku, për të kaluar këtë javë ose këtë ditë të Shën Valentinit së bashku. Thjesht unë shoh një energji femërore që është duke menduar, por tregohet edhe pak e ftohtë ose e prerë në vendimet që mund të marrë. Gjithsesi, ky person vlerëson edhe veprimet që ju mund të keni me këtë person. Gjithsesi, në rastin tjetër mund të jetë që, sepse jemi te energjia e shpatave këtu, mund të jetë që pas këtij vlerësimi që ky person do t'ju japi, ky person ju do ndiheni ose do jeni duke menduar si mund të keni këtë takim në lidhje me njëri tjetrin. Është diçka që ky person mund të ketë pas edhe pak frikë në lidhje me një takim, ose duke festuar së bashku, por gjithsesi për pjesën tjetër shoh që do marrë një vendim ky person, ndoshta për të kaluar këtë fundjavë së bashku, për të kaluar bukur, për të pasur pasion, momente romantike. Thjesht shoh një energji femërore që do tregohet pak më e ftohtë. Gjithsesi, ky person dëshiron ndoshta edhe t'ju çojë diku, dëshiron që të ketë diskutime të zjarrta, ose të ketë një pasion të madh midis jush. Dhe këtu shohim kemi energji
të shenjave të zjarit, të ajrit dhe këtu të tokës, të ajrit. Por mund të jetë, kemi dhe energji të shenjave të ujit, por mund të ketë edhe ndërveprim të këtyre shenjave. Midis shenjave të ajrit, të zjarit, ose të ujit, të ajrit, ose të zjarit edhe të ujit. Gjithsesi, le të eksplorojmë më tej se çfarë do ndodhi në lidhje me ju. Mendime, ndjenja, synime dhe çfarë do ky person që ju të bëni së bashku gjatë kësaj periudhe. Atëherë, unë shoh një person këtu që ndoshta dëshiron të bëjë dhe një udhtim në lidhje me ju, dëshiron të shkojë diku për të kaluar këtë periudhë së bashku, një momente të qeta, momente relaksi, në një zonë rehatie, por gjithsesi shoh që këtë do të arrijë nëpërmjet diskutimeve në lidhje me ju. Ky person është i dashuruar, por është edhe një person që është duke ju pritur, ose është duke pritur këtë ditë që ju të jeni së bashku, ndoshta për të bërë një dhuratë, për të shprehur ato emocionet, për të shprehur një lloj butësie, dashurie, pasion në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi, ky person në disa raste mund të jetë një person në distancë tanë, sepse na del që këtu, ose një person që dëshiron që ju të kaloni një moment së bashku. Dhe këtu po të vëmre kemi një çift, do me thënë këtu te energjia e zjarit, që këta persona tregojnë shumë të afërt me njëri tjetrin, kanë shumë pasion, është një person ose tregojnë shumë guxim në lidhje me këtë njohje ose me këtë lidhje që ju mund të keni. Atëherë, vazhdojmë në lidhje me dhe shoh që është një person që ka shumë emocione, ka shumë dashuri, kemi energjitë shenjave të ujit edhe energjinë e shenjës luanit, shenja e të dashuruarve, energjia e dashuruarve. Gjithsesi, unë shoh këtu që ky person ka emocione, ka dashuri në lidhje me këtë njohje që keni, dëshiron të bëjë një fillim të ri, ose ky person është më i hapur ndaj energjisë të kësaj dashurie, dhe shoh që personi është duke menduar që të vi drejt jush, të japi këtë kupë dhe të ketë një takim me ju, të kaloni momente pasioni, momente me shumë emocione, sepse kemi dy karta shumë emocionale këtu, për të pasur, për të kaluar momente emocionuese. Mund të them që kjo është edhe një lidhje fatale, ose një lidhje po të vëmre janë drejtuar shigjetat e Kupidit këtu, te kjo njohje ose kjo lidhje. Është një lidhje shumë e bukur, ky person mund të ndizet përsëri në lidhje me ju, dëgjues, dhe këtu flasim për gjithë ata që mund të kenë një distancim emocional, mund të jenë në një distancë me personin, dhe shoh që ky person do t'rregojë shumë ngrohtësi, do t'rregojë shumë ndjenja, shumë emocione, shumë gëzim në lidhje me ju dëgjues. Dhe shoh një takim shumë të bukur. Është diçka që ndoshta ju nuk e prisnit nga ky person, mund t'ju bëjë dhe përshtypje, por ky person është, sepse shohim një energji që në periudhën gjatë kësaj periudhe do harri që të vi drejt jush për të pasur një takim, ose për gjithë ata që janë së bashku, për të shkuar diku, sepse kishim këtu edhe energjinë mund të shkoni diku, mund të shkoni në një vend tjetër me ujë, ky person është duke pritur për të realizuar diçka në lidhje me ju. Ndoshta dëshiron t'ju bëjë një dhuratë në lidhje me këtë ditë të shënuar. Dhe marrim tarotin romantik dhe shohim. Dhe shoh momente romantike shumë të bukura.
Atëherë ju shoh që ju do kaloni së bashku momente romantike, ndoshta do shkoni diku. Por duhet keni kujdes sepse një person është duke ju ndjekur, ndoshta ka zili ose ka xhelozi ndaj kësaj dashurie. Gjithsesi, shoh që ju do keni një takim me këtë person, është një energji shumë e bukur, një energji e qëndrueshme, një energji romance, ose të momenteve romantike që ju do kaloni në lidhje me këtë person që jeni në njohje ose që do futeni në njohje. Gjithsesi, ky është një person që është pak autoritar, është një person që i shikon gjërat ndoshta pak në detaj në lidhje me gjithçka. Dhe shoh gjithashtu që mund të jetë edhe një person që është duke i menduar mirë gjërat në lidhje me këtë dashuri, mbas këtij takimi që ju do keni, mbas një romance ose mbas momenteve romantike që do kaloni. Por gjithsesi unë shoh këtu që mund të jetë edhe dikush që lutet ndoshta për këtë dashuri, ky person po të vëmre këtu, është duke ju ndjekur, ku ju manifestoni për të qenë për të pasur një fillim të ri për një pjesë prej jush, ose për pjesën tjetër për të pasur momente romantike ose një takim të bukur me këtë person. Atëherë, këtu kemi mund të jetë një person që ju e keni njohur më përpara për një pjesë prej jush, mund të jetë një shpirt i juaj binjak, ky person që është në jetën tuaj ose që ju futeni në njohje. Dhe është një person që ka lënë gjurmë të forta te ju. Është një person që është i thirrur drejt për drejt ose dëshiron të bëjë një telefonat përmes një thirrje, një vendi të caktuar, dhe është i vendosur që të vi drejt jush. Dhe po të vëmre këtu, kemi një energji femërore, ku heq maskën para kësaj dashurie, para këtij personi, por ndërkohë është një energji që është një energji e butë, një energji ku shpreh gëzim, shpreh emocione, shpreh dashuri në lidhje me këtë fillim të ri. Mund të jetë thamë për një pjesë, mund të jetë një fillim i ri, një person i ri, që mund të jetë edhe një lidhje fatale, një lidhje shumë e fortë, një lidhje e mbështetur nga universi, por mund të jetë edhe një lidhje që ju keni dhe dëshironi ta çoni para, ju ndoshta keni gjetur shpirtin tuaj binjak, ose në rastin tjetër mund të jetë edhe një person nga e kaluara, personi i fëmirisë tuaj. Ndoshta ju para këtij personi shoh që sikur dorëzoheni, ndiheni mirë, ndiheni më të çliruar, dhe shoh një kupë emocionale të mbushur plot e për plot. Një lajm i bukur në lidhje me ju, ndoshta për të pasur një takim me këtë person, dhe thamë mund të jetë një person në njohje të re, mund të jetë një distancim ose një person që e keni në distancë ose një shkëputje nga ky person. Dhe unë shoh pavarësisht se nuk ka rikthime, ka ribashkime gjatë kësaj jave, por unë shoh sepse jemi te gjashta e kupave tregon një shpirt binjak, por tregon edhe një lloj ribashkimi me këtë person ose rikthim. Por më tepër është shpirti juaj binjak ky person. Më falni. Dhe vazhdojmë. Si do shkojnë gjërat midis jush? Dhe shoh një takim romantik shumë të bukur. Shoh që ju do t'i shikoni gjërat më qartë në lidhje me mbas këtij takimi. Dhe ju shoh që ju do keni një takim romantik përsëri me njëri tjetrin. Është një javë roz tam, do keni takime ndoshta edhe gjatë javës, por dhe në datën 14 që është Shën Valentini. Dhe ju shoh që ju do ndiheni do t'i shikoni gjërat më qartë me këtë person, sepse shoh që ky person dëshiron të investojë tek ju, këtë dashuri që ka.
Për gjithë ata që mund të bëjnë një fillim të ri, personi që do njohin, do investoj te ky person, te ju dëgjues, ose në rastin tjetër mund të ketë lidhje dhe me të gjithë ata që mund të jetë një person që janë distancuar, mund të kenë pas një shkputje, mund të jetë një person në distancë, dhe personi vjen dhe kalon momente romantike, ju do ndjeni më të qetë, do të shikoni gjërat më qartë dhe shoh që ky person do investoj këtë dashuri përsëri tek ju. Dhe do shohim kjo ditë e veçantë në lidhje me ju, çfarë do sjelli. Është një javë roz tam në fakt, po të vëshre, kemi një energji femërore, është një femër që ka vendosur syza roz, por ndërkohë është një energji ku nuk e di, por ka vendosur një lloj maske ose një lloj, edhe pse shohim që këtu ka shumë qartësi të situatave, të një njohjeve ose lidhje që ju keni. Gjithsesi unë shoh një komunikim. Ndoshta energjia femërore do të shikoj gjërat me syze roz. Mund të jetë edhe një energji ku krijon iluzione ose një lloj iluzioni në lidhje me këtë njohje ose lidhje, sepse këtu shohim që është një çift, një energji e një çiftit, ku gjërat janë në rritje dhe shkojnë para, sepse personi investon tek ju, te një energji femërore, dhe shoh një komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale. Mund të jenë mesazhe, mund të jenë dhurata që ju sjell, keni lajme të mira, keni udhtime me këtë person. Ndoshta ky person mund të shfaqet edhe nëpërmjet një rrëfimi tek ju. Gjithashtu mund të jetë një person që ka shumë ndjenja dhe emocione, sepse shohim këtu, është një person që dëshiron të çlirohet dhe t'i tregojë ndjenjat dhe emocionet që ka, një bisedë në një takim të qetë që ju do keni së bashku, ose ky person mund t'ju japi edhe një premtim. Atëherë, marrim edhe një letër vetëm. Dhe shikoj që ky person është duke menduar gjatë gjithë kohës se si t'ju bëjë një dhuratë. Po të vëmë re këtu, personi ndoshta për t'ju çuar diku në një park, për të shkuar, për të kaluar një pjesë të kohës, ose në rastin tjetër është duke përgatitur, duke menduar se çfarë dhurate mund t'ju bëj për të ardhur drejt ju. Është një energji shumë e bukur. Gjithsesi, unë do marr një mesazh nga angjëjt, shohim se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me këtë dashuri, me këtë javë. Sepse tham, është një javë roz, është një javë me takime fatale, është një javë ku do ketë ndjeshmëri, butësi, ngrohtësi, në lidhje me njohjet që keni me lidhje, por edhe një transformim në lidhje me marrëdhënie. Atëherë, ju thotë që ju do të jepni fund një faze të vështirë. Është e nevojshme, thotë, të prisni gjëra më të mira, thotë, tani. Drejt jush do vinë gjëra më të mira tani. Diku gjërat do ndryshojnë. Dhe marrim një mesazh tjetër. Dhe kemi mesazhin nga angjëjt që ju thotë, dëgjoni brenda vetes tuaj, keni durim, mendoni me kujdes çfarë doni para se të merrni një vendim në lidhje me një person që dëshironi të futeni në njohje ose në lidhje me një dashuri që ju keni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Çfarë mesazhi do donte ky person t'ju jepte. Doja të zgjidhja me ty çdo të drejtë, thotë. Dhe kemi shenjën e luanit. Atëherë, jam në dilema se mos marr vendimet e gabuara. Dhe këtu kemi shenjën e peshores. Je shpirti im, dhe kemi shenjën e binjakëve.
Gjithë universi punon për ne. Është një mesazh fantastik edhe ky. Dhe marrim një mesazh tjetër. Do dëshiroja, thotë, ishim në pafundësi, thotë ishim bashk në pafundësi. Edhe ky është një mesazh fantastik. Dhe kemi mesazhin tjetër. Dua të zgjidh në mënyrë jo kritike gjithçka me ty, thotë. Dhe kemi shenjën e Virgjëreshës. Mesazhi tjetër, do doja të bëja pak e vështirë për të lexuar, një mendimet e mia me ty. Do doja të bëja mendimet e mia me ty. Kemi shenjën e binjakëve dhe kemi energjin tjetër, po mendoj seriozisht në lidhje me ty. Dhe kemi shenjën e demit. Mesazhi tjetër, çdo sekond me ty vlen sa një jetë. Është një mesazh fantastik. Kjo nuk ka shenjë, është për gjithë ju. Dhe do marrë dhe një tjetër të fundit për të parë. Faleminderit që ekziston, thot. Dhe thot, të adhuroj. Edhe ky është një mesazh fantastik. Atëherë, kjo ishte për gjithë ju. Ju përshëndes të gjithëve. Uroj që kjo javë roz të jetë sa më e bukur, ta shijoni në lidhje me personin që keni në jetën tuaj. Atëherë, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajt, shkurt, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj një javë sa më të këndshme. Një ditë të shënuar sa më të bukur për gjithë ju dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.